Ku qëlloj? Një nga këta skarfandistët. Ju Ja të djali. Ja, shisi është bërë. qëlluan me shkop gome? Me shkop gome pra. Me shkop gome. Ja. Se u qëlluat me shkop gome? Po se kam dalë këtu. Për këtë punë kam ardhur, për të protestuar. Se djali ka 1 muaj pa bukë. Unë kam 2 fëmijë të vegjël, nusen, vetë, i maj me të fogon me shpimi qira. E normalisht që kemi ardhur në Tiranë për të protestuar, për të zgjidhur çështjen fjalë. Po jo tani policia tani edhe mami tim edhe mua urdhë. Çfarë kërkoni ju sot? Kërkojmë që të jepet një zgjidhje, punojmë. Na lënë një afata si ta vendosi qeveria, si ta ketë më të arsyeshme, po jo kështu direkt pa punë. Ne kërkojmë bukën. Ne kërkojmë nënshkrimin e marrëveshjes me qeverinë. Në momentin që nënshkruhet marrëveshja, ne përfundojmë protesta. Ju në punë, qeveria në punë e vetë. Dua të ritaktaroj edhe një herë. Nuk jemi mbledhur këtu për të kërkuar ndërheqjen e kryeministrit, të qeverisë apo të ndonjë ministri. Sepse po t'ishte për ta kërkuar, t'jeni shumë sigur se ta kësha deklaruar. Por nuk jemi për këtë qëllim. Jemi për një qëllim për të zgjidhur problemet nëpërmjet dialogut. Kjo ka qenë thirrja jonë për 25 ditë të protestës. Sindikata e pavarur kishte ka dokumentat konform ligjit që ka kërkesën që ka paraqitur policisë shtetit, ka miratimin nga ana policisë shtetit, ka pikat e përcaktuara dhe gjithë rregullin se do funksionojë protesta, ndërkohë që nga ana e drejtuesve të policisë që vinë këtu nuk paraqitet asnjë urdhër, asnjë dokument për mënyrën se si do të operojnë me këta protestues. Vetëm verbalisht janë bllokuar, siç e pat, kishte edhe dhunim të protestuesve dhe policia, siç e shikoni, ka bllokuar rrugën. Policia ka urdhër politik, pasi ka dhënë leje me urdhër politik, po bllokon akset kryesore të hyrjes në Tiranë. A thua se këta nuk janë qytetarë të papunë, të hedhur në rrugë nga ky shtet, po a thua se janë këta kriminal. Ndërkohë që në vend të merret dhe të angazhohet dhe të fokusohet policia për kundër tritolit, vrasjeve, kundër maskave, është gjithë kjo polici që angazhohet kundër qytetarëve të saj.